Trajneri i ekipit Vllaznia Elit në Milano, Miljan Domi, që vjen nga Shijako, sipas informacionit. Po. Por jetoni në Milano dhe një pjesë e kësaj skuadre. I kënaqur për këtë miqësore sotme? Jam shumë i kënaqur sepse u bërë realizuar një nëndër për mua që të vi të luaj me këtë stadium, të jem trajner i një skuadre i re që sa përformuar. Faleminderit. Faleminderit Bernard Gjeka që e boni të mundshëm të realizoj këtë ëndër, që të luajmë këtu bashkë gjithë, edhe inshallah në të ardhmen që të kemi pak bashkëpunim bashkë një tjetër. Si u duk skuadra përballë një Vllaznie potente? Atëherë më duk shumë e mirë, me të thënë drejtën, s'besoj që të luashim kaq shumë mirë, edhe dhe mbashim rezultatin deri në farë minute, deri në 35 kena ecë mirë. Pastaj normalisht ato janë të përgatit, janë një skuadër shumë e fortë dhe prandaj shkoj mirë, unë jam shumë i gëzuar, me të thënë drejtën. Keni bërë mirë në kampionatin amator në Itali me futbollin 99, tashmë është një objektiv tjetër për të kaluar me standardin e futbollit të madh. Tani bëjmë skuadrë 11 dhe luajmë kampionat regjistruar me kategorinë e parë atje dhe shumë nga këto futbollistit që kemi në skuadrë normalisht janë akoma nuk njihën mirë me njëri tjetrin, po avash dhe bëjmë një ekip shumë mirë. Si janë marrëdhëniet me presidentin Bernard Gjeka, i cili duket se është një pasionant, por edhe... Jo, është shumë i pasionuar me futbollin dhe edhe kemi hyrë kësaj shumë seriozisht me lojtarë të mirë dhe duhet të ecë sa më shumë përpara.